njohur personi, domethënë thjesht ikën nga puna dhe jep dorëheqjen me fjalë të tjera, po për mua është e njëjta gjë. Pyetje, le ta heqim këtë dokument nga ekrani. Dëshmitar. Mbrojtja e zotit Thaçi, me datë 25 gusht të këtij viti, ka thënë që ju nuk keni pranuar që të merreni në pyetje nga SPS-ja. A mund ta jepni arsyeën pse keni bërë këtë gjë, dëshmitar? Përgjigje. Është pyetje e mirë. Mendoj që jam munduar pafund që të jemi disponueshëm për këtë gjykatë, kam shpenzuar qindra orë përgatitje dhe ndjesia ime ishte që gjithë njohuri që unë i kisha ishin të pranishme në dokumentet që kanë dhënë. Dhe mendoj që pikpamjet e prokurorisë nuk është se do të ndihmoheshin nga kontributimi i mëtejshëm, por mendoj që jam dhënë gjithë informacionin. Do të thënë që ju keni nevojë për pyetje, unë kam qenë këtu dje dhe sot, kështu që unë jam këtu për të marrë gjithë kohën tuaj për të bërë gjithë pyetjet që keni lidhur me ne. Pyetje, dëshmitar, unë mendoj që pikpamjet tuaja për prokurorinë ja vlen që të përmenden këtu. A mund të na i thoni se cilat janë këto pikpamje, dëshmitar? Përgjigje, fakti që të akuzuarit kanë qenë në burg, janë në paraburgim këtu në Hag për më shumë se sa 5 vite, dhe fakti që ato janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetëson, mendoj që lidhet me politikën dhe me shtetin e së drejtën. Dhe mua më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për 5 vite përpara se sa të fillojë të ndiqet penalisht një çështje penale, ndërkohë që këta persona kanë dhënë vullnetarisht, janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Kështu që në rastin e të akuzuarit në fjalë, nuk e kuptoj fare sepse është dashur që qëndroj në burg për 5 vite. Unë për veten time nuk e shikoj këtë si shtetës së drejtës ose studim të ligjit që shpresoja që të krijohej nga sistemi ndërkombëtar ose të paktën pa diskutim sekretarja Albright nuk ka pasur këtë lloj drejtësie në mendje kur ka iniciuar krimin e ish-tribunalit të Hagës kundër Jugosllavisë ose ato të Ruandës. Kështu që mua kjo më është dukur vetëm thjesht si një fajsim kolektiv për shkak të faktit se akuzuari ka qenë udhëheqësi i UÇK-s. Duke qenë se i kam parë nga afër liderët e UÇK-s në përmale, në përbjeshk, dhe mendoj që asnjë person tjetër jashtë UÇK-s e ka pasur këtë mundësi, duke pasur një ide të mirë të funksionimit të UÇK-s. Unë për 3 ditë me radhë kam parë nga afër se si janë sjell ata, se kush ishte përgjegjës, kush ishte komandanti, kush ishte mbështetës, duke pasur këtë lloj njohurie dhe duke ditur se si kanë qenë zhvillimet, unë vërtet mendoj që kjo ka qenë e gabuar. Kjo nuk është drejtësi. Unë nuk jam jurist me profesion, megjithatë kam të drejtë të shfaq dhe të them me zë të lartë opinionin tim. Pyetjen. Unë ju pyeta sepse e rrëzuat kërkesën e SPS-së për t'ju marrë në pyetje, ndërkohë që ju më tat një shtjellim të hollësishëm të qëndrimit tuaj. Është e saktë apo jo, dëshmitar, që kur ne u informuam që ju nuk ishit i gatshëm që të bënit pyetje me ne me 25 gusht, juve më pas jeni takuar me mbrojtjen për seancën përgatitor me datë 3 dhe 8 shtator 2025. A është saktë kjo? Përgjigje po. Pyetje. Në përgjigjen tuaj ju thatë që jeni përgatitur me qindra orë për të qenë dëshmitar i mbrojtjes. A mund të na thoni çfarë keni bërë në këto qindra orë dëshmitar? Përgjigje. Pa 5 ose 6 vite më përpara, kur kam filluar që dëgjoj për herë së pari për këtë gjykim, fillova që të shikoja formacionin, përbërjen e këtij tribunali, sepse është krijuar, kam folur me akademik, kam folur me jurist, jam përpjekur gjithashtu që të rishikoj, të shqyrtoj me aq sa di unë artikujt me shkrim ose dokumentet të cilat janë paraqitur në ekran, të cilat lehtësisht shfaqen këtu, por nuk kanë qenë lehtësisht shfaqura për mua, dhe rilexova shumë nga materialet ose artikujt, jam takuar gjithashtu dhe me ekipin e mbrojtjes në Washington, ndoshta një herë ose mbas edhe 2 herë, jam takuar një ditë të plot një herë ose 2 ditë të plota.
kam menduar, pra kam kaluar 5 vite duke duke menduar për të, duke u përgatitur me të. Mendoja nga vit në vit që do hapet gjykimi sot, do hapet nesër, ndërkohë që vitet kalonin dhe asgjë s'ndodhi për shumë vite. Pra për shumë vite kam menduar për të, kam lexuar për të, kam vrarë mendjen sepse u deshëm 5 vite për të krijuar një çështje të tillë, ndërkohë që akta akuse është ngritur 5 vite më përpara. Nuk e kuptoja gjithë këtë. Dhe i kam pyetur njerëzit e kësaj fushë, e kësaj lëmie, i kam thënë nëse një gjë e tillë ishte normale apo jo. Kam folur me juristë, me avokat me një emër ndërkombëtar që më kanë thënë që kjo është mënyrë e pazakontë për të trajtuar një burr shteti i cili është dorëzuar vullnetarisht. Dhe në jurisdiksionin e një gjykate që e ka krijuar vetë kur ka qenë kryeministër, dhe për të treguar liderëve europian që kishte dëshirë vendi që të bëhej pjesë vendi i BE-s, ndërkohë që ky burr shteti mbahet i ndaluar për 5 vite përpara se sa çështja të ishte gati. Pra këto janë gjëra me cilat kam mbajtur mendjen të mbushur dhe për cilat kam menduar për orë e orë të tëra. Pyetje. 5 apo 6 vite më përpara, a ju ka kërkuar ndonjë person që të shihnit të tribunal, që të merrni vesh më tepër për këtë tribunal? Përgjigje, jo. Kur e kam dëgjuar për herë të parë. Pyetje, Hashim Thaçi ose personat që kanë profesuar, Hashim Thaçin, kur të kanë kontaktuar për herë të parë lidhur me këtë çështje dhe për sa i takon ZPS-s? Përgjigje. Përpara se të përgjigjem pyetjes, më duhet të them që unë kam punuar në pjesën ose degën ekzekutive të Shteteve të Bashkuara. Kam qenë shumë i zënë në profesionin tim, në punën time. Në periudhë kam qenë gjithashtu edhe këshilltar i sekretarit Blinken nga viti 2022 në 2025. Dhe më duhet të them që për dëshirën time, për qenë disponueshëm në gjykat, ashtu kam shpenzuar shumë orë për të siguruar që departamenti i shtetit të më lejonte të jepte dëshmi. Ishte vërtet një barë e shtuar për mua, do të thënë me gjithë angazhimet dhe gjithë punët që kisha, më duhet që të mendoja edhe për këtë. Ndërkohë që sa i takon pyetjes tuaj që kush më ka kontaktuar për herë të parë, mendoj që Pierre Prosper më ka kontaktuar së pari, që është ish prokuror i krimeve të luftës në Amerikë. Gjithashtu dëshiroj që të them që kam punuar dhe në OECD në Paris, dhe më duhet të them që ndërkohë që kisha shumë angazhime të tjera, kam menduar dhe për këtë gjykate. Pavarësisht kësaj, unë jam përpjekur që të bëj të pamundurën time për të qenë disponueshëm dhe për të dhënë të gjithë respektin e merituar një gjykate. Dhe unë u pajtova me faktin që ishte një dëshmitar, kam qenë në kontakt me zotin Prosper për 5 vite, edhe gjatë këtyre 5 viteve jam përgatitur për dëshminë time që filloi dje. Pyetja ime ishte kur ju ka kontaktuar për të qenë dëshmitar i zotit Thaçi. Ka qenë përpara 5 viteve, 2020. Përgjigje, nuk e di çfarë do thuash kur thua që kur kontaktove. Megjithatë, mendoj që ka qenë pak a shumë 4 vite më përpara, mbase në 2020, do të thënë nuk më kujtohet mirë, megjithatë e di që kam kontaktuar në momentin kur kam punuar me OECD në Paris dhe jam takuar me ekipin tim ligjor në Paris 4 vite më përpara të paktën. Pyetje. Atëherë, nuk e bërë ndoshta unë formulimin siç duhet. Formalisht, zyrtarisht apo jo zyrtarisht, kur je kontaktuar për herë të parë për të qenë dëshmitarin mbrojtjes së zotit Thaçi. Dhe kur i kanë kontaktuar sa i takon çështjes së ZPS